Pas javësh të tëra tensioni, shikimesh të shmangura, bisedash të lëna për gjysmë dhe një kimje që ndiej në ajër, Edi dhe Bia më në fund dhe thyen akullin. Mbrëm ndodhi diçka që deri tani nuk kishte ndodhur kurrë në shtëpinë e Big Brother Kosova, një moment që i la banorët dhe publikun pa fjalë, gjithçka nisi qetë, pa zhurmë, pa skenar të dukshëm. Një bisedë e thjeshtë, disa të qeshura të ndrojtura dhe ajo ndjesia që mes tyre kishte kohë që priste të shpërthente. Për herë të parë, Edi dhe Bia lanë mënjan rezervat, frikën nga komentet dhe lojën, duke ju dorëzuar asaj që prej ditësh po mohonin, afrimin, dhe kulmi i kësaj nate erdhi aty ku askush nuk e priste, në krevat. Pa drama, pa egzagjerime, por me një qetësi që fliste shumë. Ata fjetën bashkë deri në mëngjes, duke shënuar një kapitull krejt të ri në historinë e këtij edicioni. Një moment intim, por i përmbajtur, që u pa nga shumë kush si një hap i madh, jo vetëm për ta, por për gjithë dinamikën e shtëpisë. Në mëngjes, atmosfera ishte ndryshe. Sytë që takoheshin më gjatë, buzëqeshje që nuk fshiheshin dot dhe një ndjenjë sikur diçka e rëndësishme kishte ndodhur, edhe pse nuk flitej ende hapur. Por në shtëpinë e Big Brother, asgjë nuk mbetet sekret për shumë gjatë. Kushtrimi ishte ai që e vuri re i pari ndryshimin. Me intuitën e tij dhe vëmendjen ndaj detajeve. Ai e kuptoi se mes Edit dhe Bias kishte ndodhur diçka më shumë se zakonisht. Dhe pa humbur kohë, vendosi t'ia tregoj Albës. Biseda mes kushtrimit dhe Albës ishte e drejtë për drejtë. Ai i tregoi për natën, për afrimin dhe për faktin se Edi dhe Bia kishin fjetur bashkë deri në mëngjes. Alba mbeti e habitur. Reagimi i saj tregonte se kjo ngjarje nuk ishte thjesht një thashëthem, por një moment që mund të ndikonte fort në lojë dhe në marrëdhëniet mes banorëve. Ky zhvillim pritet të sjellë reagime zinxhir. Pyetjet janë të shumta. A është kjo një lidhje që sapo ka nisur? A do të ndikojë në strategjinë e tyre? Dhe si do ta përballojnë Edi dhe Bia vëmendjen që ta? Në mesin e gjithë zhurmës, debateve dhe strategjive të forta që zakonisht shoqërojnë një reality show si Big Brother, lidhja mes Dolces dhe Londrimit ka ardhur si një frymë e pastër qetësie dhe harmonie. Ata janë shembulli i një çifti që nuk ka nevojë për dramatizime të tepruara për të rënë në sy, sepse energjia e tyre flet vetë, që nga momentet e para kur u afruan, u kuptua qartë se mes tyre kishte një kimi të natyrshme. Ata shkojnë shumë mirë bashkë, jo vetëm si çift, por edhe si shok. Luajnë, qeshin, ngacmohen me humor dhe krijojnë një atmosferë pozitive kudo që ndodhen. Janë ata që dinë të gjejnë balancën mes lojës dhe ndjenjës. Mes argëtimit dhe respektit, ajo që i bën Dolcen dhe Londrimin të veçantë është fakti se nuk përzihen në intriga të panevojshme. Në një ambient ku shpesh njerëzit ngatërohen në konflikte që nuk u përkasin, ata zgjedhin të ruajnë distancën dhe të fokusohen tek vetja dhe marrëdhënia e tyre. Nuk ushqejnë thashëtheme, nuk provokojnë dhe nuk reagojnë me dashakejsi. Qëndrimet e tyre janë të qarta, të drejta dhe të pastra, si individ, të dy mbajnë qëndrime të forta, por pa i imponuar ato tek të tjerët. Dinë të dëgjojnë, të kuptojnë dhe kur flasin, e bëjnë me maturi. Nuk kanë nevojë të ngritin zërin për të dëgjuar dhe nuk përdorin fjalë të rënda për të fituar pikë. Kjo i bën të respektohen, edhe nga ata që mund të mos jenë dakord me ta, si çift, Dolce dhe Londrimi japin përshtypjen e një ekipi të vërtetë. Ata mbështesin njëri tjetrin pa kushte, i qëndrojnë pranë në momentet e mira dhe të vështira, dhe kjo ndjehet qartë. Nuk ka xhelozi të tepruar, nuk ka kontroll, por ka besim dhe mirëkuptim. Një marrëdhënie që ndërtohet mbi komunikim dhe sinqeritet. Në një lojë ku shpesh shihen maska që bien dhe karaktere që ndryshojnë, ata kanë arritur të mbeten konsekuent me veten. Dhe pikërisht kjo i bën të duken si çifti perfekt në sytë dhe shumë shikuesve. Jo sepse janë pa gabime, por sepse janë të vërtetë. Dolce dhe Londrimi tregojnë se edhe bërë. Pas javësh të tëra tensioni, shikimesh të shmangura, bisedash të lëna për gjysmë dhe një kimje që ndiej në ajër, Edi dhe Bia më në fund dhe thyen akullin. Mbrëm ndodhi diçka që deri tani nuk kishte ndodhur kurrë në shtëpinë e Big Brother Kosova, një moment që i la banorët dhe publikun pa fjalë, gjithçka nisi qetë, pa zhurmë, pa skenar të dukshëm. Një bisedë e thjeshtë, disa të qeshura të ndrojtura dhe ajo ndjesia që mes tyre kishte kohë që priste të shpërthente. Për herë të parë, Edi dhe Bia lanë mënjan rezervat, frikën nga komentet dhe lojën, duke ju dorëzuar asaj që prej ditësh po mohonin, afrimin, dhe kulmi i kësaj nate erdhi aty ku askush nuk e priste, në krevat. Pa drama, pa egzagjerime, por me një qetësi që fliste shumë.
Ata fjetën bashkë deri në mëngjes, duke shënuar një kapitull krejt të ri në historinë e këtij edicioni. Një moment intim, por i përmbajtur, që u pa nga shumë kush si një hap i madh, jo vetëm për ta, por për gjithë dinamikën e shtëpisë. Në mëngjes, atmosfera ishte ndryshe. Sytë që takoheshin më gjatë, buzëqeshje që nuk fshiheshin dot dhe një ndjenjë sikur diçka e rëndësishme kishte ndodhur, edhe pse nuk flitej ende hapur. Por në shtëpinë e Big Brother, asgjë nuk mbetet sekret për shumë gjatë. Kushtrimi ishte ai që e vuri re i pari ndryshimin. Me intuitën e tij dhe vëmendjen ndaj detajeve. Ai e kuptoi se mes Edit dhe Bias kishte ndodhur diçka më shumë se zakonisht. Dhe pa humbur kohë, vendosi t'ia tregoj Albës. Biseda mes kushtrimit dhe Albës ishte e drejtë për drejtë. Ai i tregoi për natën, për afrimin dhe për faktin se Edi dhe Bia kishin fjetur bashkë deri në mëngjes. Alba mbeti e habitur. Reagimi i saj tregonte se kjo ngjarje nuk ishte thjesht një thashëthem, por një moment që mund të ndikonte fort në lojë dhe në marrëdhëniet mes banorëve. Ky zhvillim pritet të sjellë reagime zinxhir. Pyetjet janë të shumta. A është kjo një lidhje që sapo ka nisur? A do të ndikojë në strategjinë e tyre? Dhe si do ta përballojnë Edi dhe Bia vëmendjen që ta? Një moment i rëndë dhe shumë i tensionuar u shënua në shtëpinë e Big Brother, kur Edi shpërtheu emocionalisht gjatë një bisede në tavolinë, duke treguar një anë të ashpër të karakterit të tij. Me zë të ngritur dhe ton të prerë, ai u drejtua drejt për drejt ndaj bashkëbiseduesit, duke shprehur hapur pa kënaqësinë dhe kufitë e tij personal. E kam shumë merzi, tha Edi, kur jam unë në tavolinë dhe dikush më ngrit zërin. Fjalët e tij nuk ishin thjesht ankesë, por paralajmërim. Ai theksoi se për të respekti është vije e kuqe dhe se nuk e toleron mungesën e tij, sidomos në një ambient ku bashkëjetesa është e detyruar dhe presioni është i përhershëm. Në vazhdim, Edi bëri një deklaratë që e rëndoi edhe më shumë atmosferën. Ai përmendi një rast nga e kaluara, duke thënë se djalin e xhaxhait të tij e kishte rrahur një herë pikërisht për këtë arsye, për ngritje zëri dhe mungesë respekti. Ai nuk e tha këtë për të mburur, por si shembull se sa seriozisht e merr këtë çështje dhe se deri ku mund të shkojë kur ndjen se po i cenohet dinjiteti, kështu që as ty nuk të toleroj, shtoi ai, duke e mbyllur fjalinë me një bolltash të prerë, që u ndje si vijë ndarse. Banorët e tjerë mbetën të heshtur, disa të tensionuar, disa të befasuar nga ashpërsia e deklaratës. Tavolina, që zakonisht është vend bisedash të zakonshme, u shndërrua për disa çaste në një arenë përballjeje psikologjike. Ky shpërthim i Edit nxori në pa sa të brishta janë marrëdhëniet brenda shtëpisë dhe sa shpejt një debat verbal mund të marrë për masa serioze. Disa banorë e panë reagimin e tij si shenjë mbrojtjeje të vetes dhe kufive personal, ndërsa të tjerë e interpretuan si kërcënim dhe mungesë vetkontrolli. Situata u qetësua vetëm pas ndërhyrjes së disa banorëve, të cilët tentuan ta ulin tensionin dhe ta kthejnë bisedën në tone më të moderuara. Megjithatë, fjala e Edit kishte lënë gjurmë. Mesazhi i tij ishte i qartë, ai nuk pranon t'i flitet me zë të lartë dhe nuk është i gatshëm të tolerojë sjellje që. Pas ditësh tensioni, keqkuptimesh dhe fjalësh të thëna në nerva, në shtëpinë e Big Brother Kosova erdhi më në fund një moment qetësie dhe reflektimi. Benita dhe Bia, dy nga banorët që kohët e fundit kishin qenë në qendër të debateve dhe përplasjeve verbale, vendosën të ulen ballë për ballë dhe të sqarohen hapur, larg zhurmës dhe ndërhyrjeve të tjerëve. Biseda nisi me tone të kujdesshme, por shumë shpejt u kthye në një rrëfim të sinqert emocionesh. Benita pranoi se shumë nga fjalët që kishte thënë kishin ardhur nga nervozizmi dhe presioni i lojës, jo nga një qëllim për ta lënduar Bias personalisht. Ajo tha se brenda shtëpisë çdo ndjenjë shumë fishohet dhe çdo keqkuptim merr për masa më të mëdha nga sa është në realitet. Nga ana e saj, Bia u shpreh se ishte ndjerë e ofenduar dhe e keqkuptuar, por se me kalimin e kohës kishte reflektuar dhe kishte kuptuar se jo çdo sulm është i qëllimshëm. Ajo pranoi se edhe vetë kishte reaguar me tone të ashpra dhe se kishte thënë gjëra që nuk i mendonte me të vërtetë. Nuk jam pa faj, tha ajo, duke treguar pjekuri dhe vetdije. Momentin më të fortë e shënoi kërkimi i faljes. Benita ju drejtua Bias duke i thënë hapur se i vjen keq për çdo fjalë që e ka lënduar dhe se nuk ka dashur kurrë që situata të shkojë deri aty. Menjëherë pas saj, edhe Bia kërkoi falje, duke theksuar se loja nuk duhet t'i kthejë njerëzit kundër njëri tjetrit në mënyrë personale. Ky moment u shoqërua me emocione të forta. Të dyja u panë me sy të përlotur, por edhe me lehtësim, sikur një barë e madhe t'u ishte hequr nga shpatullat.
Banorët e tjerë që e ndoqen nga afër këtë sqarim mbetën të heshtur dhe të prekur, sepse rrallëherë në Big Brother shihen momente kaq të sinqerta pajtimi, sqarimi mes Benitës dhe Bias ndryshojnë ndjeshëm atmosferën në shtëpi. Nga një ambient i ngarkuar me tension dhe ndarje, u krijua një frymë më pozitive, ku u kuptua se dialogu dhe falja janë më të forta se çdo debat. Ky episod tregoi se Big Brother nuk është vetëm arenë konflikt. Një nga momentet më të forta emocionalisht shpërtheu në shtëpinë e Big Brother, kur Klodi humbi kontrollin dhe ju drejtua Benitës me zë të lartë, mes nervash dhe shgënjimit të akumuluar. Përballë saj dhe banorëve të tjerë, ai shpërtheu: "Pse më ke tradhtuar me tonin?" Zëri i tij ushtoi në gjithë shtëpinë, duke ngrirë për disa sekonda çdo lëvizje dhe çdo bisedë tjetër. Klodi ishte i skuqur në fytyrë, me syt plot mllef dhe dhimbje. Nuk ishte thjesht xhelozi, por ndjenja se ishte përdorur dhe se diçka ishte bërë pas shpine. Ai vazhdoi me akuza edhe më të forta: "Edhe këtë e ke bërë, edhe tonin e ke futur në mes. Nuk të mjaftoi çka bëm ne?" Fjalët e tij dolën pa filtr, të ngarkuara emocionalisht, duke treguar se për të kjo situatë kishte kaluar kufijtë e lojës. Benita mbeti për disa çaste e heshtur, e befasuar nga shpërthimi i Klodit dhe nga mënyra se si u ekspozua situata para të gjithëve. Ajo u përpoq të mbrojë, duke thënë se gjithçka po interpretohej gabim dhe se nuk kishte tradhti, por tensioni tashmë ishte ndezur. Çdo fjalë e saj dukej sikur i hidhte më shumë benzinë zjarrit, sepse Klodi nuk ishte gati të dëgjonte justifikime në atë moment. Toni, i përmendur drejt për drejt në debat, u gjen në një pozitë të vështirë. Ai tentoi të tërhiqej, duke thënë se nuk kishte bërë asgjë të keqe dhe se nuk donte të ishte pjesë e një konflikti që nuk i takonte. Megjithatë, prania e tij vetëm sa e rriti nervozizmin e Klodit, i cili e pa situatën si një provë të asaj që e kishte dyshuar prej kohësh. Banorët e tjerë u mblodhen rreth tyre, disa duke u përpjekur ta qetësonin Klodin, të tjerë duke tërhequr Benitën më njanë. Atmosfera u bë e rëndë, plot tension dhe emocione të forta. Ishte një nga ato momente kur Big Brother pushon së qeni lojë dhe shndërrohet në një arenë ndjenjash reale, ku xhelozia, shkënjimi dhe krenaria përplasen pa mëshirë. Klodi vazhdoi të shprehte dhimbjen e tij, duke thënë se nuk e meritonte këtë trajtim dhe se ndjehej i poshtëruar. Për të, kjo nuk ishte. Pas zhurmës së madhe që u krijua në shtëpinë e Big Brother pas një deklarate të fortë të Arditit, Edi ndjeu nevojën të dalë hapur dhe të sqarojë publikisht atë që ishte thënë dhe keq interpretuar. Ai e kuptoi se fjalët kishin marrë për masa më të mëdha nga sa ishte menduar fillimisht dhe se situata po përdorej për të krijuar një imazh të gabuar për të. Edi u shpreh qartë se fjalat që kishte thënë nuk kishte të bënte as pak me Arditin. Ai theksoi se rasti që kishte përmendur ishte një situatë e vjetër familjare dhe se bëhej fjalë për djalin e xhaxhait të tij, jo për asnjë banor të shtëpisë. "Unë kam thënë që kam rrahur djalin e xhaxhait tim. Jo Arditin", u shpreh ai me ton të prerë, duke u përpjekur të vendosë kufi të qartë mes së kaluarës dhe asaj që po ndodh brenda shtëpisë. Sipas Edit, situata kishte ndodhur në një moment tensioni, ku ofendimet kishin kaluar çdo kufi dhe ai kishte reaguar keq, duke tentuar t'i jepte një mësim me një shuplak të fortë. Ai nuk u përpoq ta justifikojë dhunën, por e shpjegoi si një reagim impulsiv të një momenti nervash, duke pranuar se mënyra e reagimit nuk ishte e duhura. "Isha t'uja fut një shpull një herë fort, që t'i vinin mend rrokull", tha ai, duke e pranuar hapur gabimin, por edhe duke theksuar se ishte një situatë që nuk duhej marrë si shembull. Edi shtoi se ajo që e kishte shtyrë në atë reagim kishte qenë ofendimi i rëndë, diçka që sipas tij nuk duhet toleruar, por as nuk duhet kthyer në dhunë. Ai theksoi se sot mendon ndryshe dhe se e kupton se fjalët, sado të rënda, nuk zgjidhen me dorë, por me kontroll dhe përgjegjësi. Kjo deklaratë solli reagime të ndryshme mes banorëve. Disa e vlerësuan faktin që Edi doli dhe sqaroi situatën, duke mos e lënë të keq interpretohet më tej. Të tjerë, megjithatë, mbetën skeptik, duke theksuar se fjalët që lidhen me dhunën kanë peshë të madhe, sidomos në një ambient si Big Brother, ku çdo gjë transmetohet dhe ndikon te publiku. Atmosfera në shtëpi u bë reflektuese. Debati nuk ishte më p. Pas zhurmës së madhe që u krijua në shtëpinë e Big Brother pas një deklarate të fortë të Arditit, Edi ndjeu nevojën të dalë hapur dhe të sqarojë publikisht atë që ishte thënë dhe keq interpretuar. Ai e kuptoi se fjalët kishin marrë për masa më të mëdha nga sa ishte menduar fillimisht dhe se situata po përdorej për të krijuar një imazh të gabuar për të. Edi u shpreh qartë se fjalat që kishte thënë nuk kishte të bënte as pak me Arditin.
Ai theksoi se rasti që kishte përmendur ishte një situatë e vjetër familjare dhe se bëhej fjalë për djalin e xhaxhait të tij, jo për asnjë banor të shtëpisë. Unë kam thënë që kam rrahur djalin e xhaxhait tim. Jo Arditin, u shpreh ai me ton të prerë, duke u përpjekur të vendos kufi të qartë mes së kaluarës dhe asaj që po ndodh brenda shtëpisë. Sipas Edit, situata kishte ndodhur në një moment tensioni, ku ofendimet kishin kaluar çdo kufi dhe ai kishte reaguar keq, duke tentuar t'i jepte një mësim me një shuplak të fortë. Ai nuk u përpoq ta justifikoj dhunën, por e shpjegoi si një reagim impulsiv të një momenti nervash, duke pranuar se mënyra e reagimit nuk ishte e duhura. Isha t'uja fut një shpull një herë fort që t'i vinin mend rrokull, tha ai, duke e pranuar hapur gabimin, por edhe duke theksuar se ishte një situatë që nuk duhej marrë si shembull. Edi shtoi se ajo që e kishte shtyrë në atë reagim kishte qenë ofendim i rëndë, diçka që sipas tij nuk duhet toleruar, por as nuk duhet kthyer në dhunë. Ai theksoi se sot mendon ndryshe dhe se e kupton se fjalët, sado të rënda, nuk zgjidhen me dorë, por me kontroll dhe përgjegjësi. Kjo deklaratë solli reagime të ndryshme mes banorëve. Disa e vlerësuan faktin që Edi doli dhe sqaroi situatën, duke mos e lënë të keqinterpretohet më tej. Të tjerë, megjithatë, mbetën skeptik, duke theksuar se fjalët që lidhen me dhunën kanë peshë të madhe, sidomos në një ambient si Big Brother, ku çdo gjë transmetohet dhe ndikon te publiku. Atmosfera në shtëpi u bë reflektuese. Debati nuk ishte më p.